Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thot autori Kudriu, Allahu e pas mëshiruar në vazhdim, wa tayammumu darbatan yamsahu bi ihdahuma wajhahu wa bil ukhra yadayhi ila al-mirfiqayn. Pasi që foli më lartë për tejmumin, respektivisht raste se kur lejohet me marrë tejmum, cek në vazhdim mënyrën e marrjes së tejmumit. Mënyra e marrjes së tejmumit, si merret tejmumi. Dhe thët, tejmumi është dy të rahora. Tejmumi, pra marrja e tejmumit, është me dy të rahora. Mënyrën e fërkan fytyrën e tij dhe me tjetrën duart e tij deri në bryla. Pra, tejmumi merret kësaj. Tejmumi merret kësaj. Se kur marrëm një abdes, rrjelim dorë, i hekim nëse të kyçi diçka për rrjelim, se kur për abdes. Dhe me çka mirret, vjen ma vonë, qëtash, por me dhejë kërësi. Dhe kemi dhe jo, një mshojnë, për thot dy të rahora. Të rahora, sepse të mshu tokës. Pra, fërkam për tokës, e mshan tokës. Bën me mshu ka pak me rrej me zveti, nëse veç ke frikë se ka goraletësa në tokë. E tani, ose therat vogla që më resh me gërrit këtyren. Por nuk është kosht. Të edhin fakta ka s'ka. Më shën pra tokës, zallit, dhejot, më dorë, dhe njënë me një të rahoran e fërkan fytyrën. Se kur për abdes. Rahora e dytë. Pra, dhe dorën e majtë për këta 4 gishta, e fërkojmë dorën dhe jere të këbryli. Thehemin këtanë dhe fërkojmë këte. Ta në shkojna me 4 gishtat të dorës së majtë, të djatës, dhe fërkojna dorën e majtë, edhe fërkojmë kështu, edhe e fërkojmë. Dy të rahora, me të rahorën e parë, e fërkojna këtyre, me të rahorën e dytë, e fërkojna dorën e djatë dhe dorën e majtë. Identik, se kurse që veprojna, kur marrëmi abdestin. Sepse është zavendësim i abdestit. Pasër zavendësim i abdestit, veprojmë, se që veprojmë në abdest. Madje, nëse kemi u nazë në dorë, dhe është e ngushtë naza, të abdesti atje, kemi thonë se dohet me livrit o nazën, veçantë i granimi që ka ndohë naza, njëherë i blejnë, ose kur të fejohën të animu, pesha shtohet e hinë në meshë ku dijune, dohet me lëvizë nazën për me të hiujt mrena, po ashtu dohet me vepran edhe të tejmumi. Kjo që e thamë ne, e që ka cek autori këtu, është mendim i Hanefive, po të njëjtën kohë edhe mendim i shumicës absolute të ulemave, të selefëve të parëve dhe të vanshmeve. Ndërta, është mendim i Gjabirit radiallahu anhu, i Abdullah ibn Umerit radiallahu anhu, është mendim i Shaabijut, i Hasan al-Basrijut,
është mendim i Thaurijut, është në medhheb të Malikive, është në medhheb të Shafive, edhe është një mendim i Imam Ahmedit. Pra, 3 medhhebet dhe shumica e ulemave të selefëve e kanë këtë mendim se tejmumi është 2 të rrahura. Njërën e fërkon fytyrën dhe tjetrën e fërkon duart, të djathtën dhe të majtën sikur se në abdest. Dhe për këte kanë marrë argumente, hadithe, si hadithe e Gjabirit, po ashtu të Abdullah ibn Umerit, se pejgamberi ka thënë tejmumi 2 të rrahura, një të rrahurën për fytyrën dhe një të rrahurën për 2 duart deri në bryla. Përballë këtij mendimi, është mendimi tjetër, e që është edhe një transmetim e Hasan bin Ziyadit nga Abu Hanife, por që nuk e kanë favorizuar askush prej ulemave të Hanefive, ama është mendim. Por të njëjtën kohë është mendim i Malikut, transmetimi i tij, është mendimi i Shafiut, i thuhet Shafiut fikun e vjetër, mendimi i vjetër, dhe është në medhheb tek Hanbelit, është në medhheb të Hanbelit, por me këtë ka thonë edhe Aliu, radiallahu anhu, Ibn Abbasi, Ammar bin Yasiri, Auza'iu, Ata'u, Davudi Dhahirive, pra është në medhheb dhe Dhahirive. Pa dash me hi në detaje, se ta në veç që ke pikë shumë e gjallë, e gjerë dhe s'kemi kohë më marrë për të, dhe s'është nevoja, në fakt. Por, për shkak të besnikërisë, se kemi esele, është mesele diskutabile, ama ajo, ca kana në zemër, insha Allahu Ta'ala, edhe që është më hafër, që shtet edhe Khattabi, i Shafive, është më afër rregullave të shariatit, kuptimit të përgjithshëm shariatik, është se tejmumi është me 2 të rrahura. Njëra për fytyrën, e tjetra për 2 duart. E pastaj zgjasën e lemat, edhe nga ana logjike, edhe nga ana e krahazimit qiyasit të anë e abdestit, sepse në abdest janë 4 farze. 2 o pezulluan të imëmet në 2 tjera. Ato që o pezulluan, si shtë të imëm të Haviju, o pezulluan krejtësisht, ndërsa ato që metën të plota. Të plota o pezulluan 2, e që është dhënje mes krejës dhe kamës, të plota metën 2, e që është larja ftyrës, respekt këtë rashtë, dhënje mes ftyrës me dhejmë, edhe gjithashtu edhe duarve deri me bryla. Dhe kjo është apo shumë në zemër, sepse edhe mendimin e parë është në këtu. Se mendimi i parë është 1 të rrahur, mendimi i dytë i medhhebit Hanbeli, edhe i disa ulemave të selefëve, është 1 të rrahur, e kanë 1 të rrahur, në shplakët e dorës dhe fytyrën edhe kaq. Jo edhe duart. Dhe jo edhe duart. Pra keqat po shën zemër dhe shohim se është më hak e Zotit dim, e përfshin edhe mendimin e parë, se është mendimi tjetër i tretë, në mendimin e Malikut, me dhanë me temëm shplakat e dorës dhe fytyrës është farz, ndërsa e preferuar deri te brylat. Por këto që kanë cikë, që është gjumhurë, shumicës e ulemave, përfshin të dyjat edhe krymesela, s'ke çka më lodh pastaj. Se do të qitë tjetë. Pra mendimi, kthejmë prapë në tekst, thëtë e të jemë më darbetan, të imume është 2 të rrahura në tokë, me njërën e fërkan fytyrën, nërsa me tjetërën i fërkan duart. Dhe i përfshin duart krejt deri tek bryli. Kjo është mënyra e tejmumit. Është shumë e thjeshtë. والتيمم من الجنابة والحدث سواء. Tejmumi për gjunupllok, kur ka nevojë njëri më pastru, krejt. Kur ka nevojë më la. E rastet kur njëri ka nevojë më la janë disa,
pa për ty një gjë në ploko. Apo kërkon edhe marrë abdest. Është i njëjtë. Gusla tjetë ndryshon, sepse quhet abdest e që lanë vetëm gjymtyrë të trupit, po quhet gusl që pason krejt trupin. Në tejmum nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Amar ben Jasiri, që kanë marrë argument mendimi i dytë, e ka kuptuar se është njëjtë, se dohet me dallu, nuk janë njëjtë. Dohet me dallu. Kur je gjunup, dohet sikurse të gusla ti më lah krejt. E që ka bëhaj, radiallahu anhu, kur o bëjt gjunup dikun natyre kanë, edhe ja ka nisë më galavit, më rëtullona për zallë. Rëtullon gjatë, rëtullon të majtë, që me prejkë zallë i krejt trupin. E tani ka të regu pejgamberit, nuk ka nevoj ashtu, i bekun. Nuk ka nevoj ashtu, nuk në ngarka neve i matë, zë bareke vë ta'ala. Pra tejmum është i njëjtë, si për abdest, sigur se njeriu, kur ka nevoj, me u pastru krejt. Me qka lejohet tejmum, me qka me marë tejmum? Me të pi qëto, nuk ban, me tesha qëto, nuk ban, me libra qëto, nuk ban, me dras qëto, ja nuk ban. Për ata thët autori, o e gjuzu të jemë lejohet tejmumi, عند أبي حنيفة ومحمد سنباس أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله بكل مكان من جنس الأرض ليه تيموم مجدجة تعاشت السبرفاتشة ستوكس السبرفاتشة ستوكس أباسلين يهدسا كالتراب والرمل والحجر والجس والكهل والزرنيج dhe të tjera, zërnikë dhe të tjera. Një në më dësa loj, sikur se dhejo, sikur se zale, sikur se gëlqerja, sikur se cementa, sikur se qymyri, këse ka cejpa për thamën, sikur se qymyri, substanca të ndryshme të dhejot. Qa janë përmi? Substanca të ndryshme. Por, thëtë Muhammed, Ebu Jusufi tash, ma ndryshe, Ebu Jusufi thët, dhe nuk lejohet, o la e gjuzë, illa bit të rapi, warrëm li khasaten. Nuk lejohet marrja tejmum vetëm se me dhe me rërë, me zalë, por jo dhe me tjera. është mendim ma i ngosht. Mendim bëhanive se është ma i gjanë. Ma i gjanë është. Me shdo sen që ka sipërfaqe e tokës. Pra, bën me marrë të imam me tullë. Qoftë qërpeqe pa pjekne, qoftë e pjekne. Bën me marrë me pjesë qërëbidës. Se është njëjtë substancë sikur se tulla. Pe dhe u të pjekun. Pse pe them këtë? Sepse njeriu kur ka nevojë marrë të imam, në kohën e sotët është modernizëm, dhe njerëzit nuk kanë kontakt me dhe. Po bëjë me vetën i gjës tullës e një pjesë tullës. Jo, në ka qënë me vetë, po fjalla kur të ka nevojë, se për shambull, që cekum gjenë njeriu është në spital, ose është i paralizuar në shpe. Dhe në shpe, nuk në spital, po në shpe i paralizuar. Me qëka marrë të imamaj? Nëse s'ka kush jep të imam. Po leja një tro qërëmide që atë, ose një tro tullë që atë të kryt. Qërëmide në zemë ma pak, se është rrafsht. Të ndash leja dhe pak dhe që atë, po dhe mundet më shka për derë. Ta një bërtasën e rejat atje, ja qajnë krytës, gjënajnë plakut, e qërtojnë, farë tullën, farë qërëmide, farë leja që atë s'kajt pështjel dhe pak. S'ka kush jep avdes, s'ka mundësi me marrë avdes, e nëzjerë që ata, e fërkan me dorë që shtashë dhe nërë të imë. Për pare kam pas shtepijat me dhe, me lëqë. Dërsa kocodit i kanë me ngjyra është element kimik. Kështu që me kanë me i qitë, me elane e farë qërëmitës, e në farë coptulla, pa gëdheja, që me mujtë plakja, a i paralizuar, i paleveshmi, a i smuat, janë spital atje cilës unë levizi, që pak i s'ka kush jep avdese, leja të kry që të në një stek,
një pështilla mi farë, mi ndili me diçka, një tro qere mi ida, një tro. E ta ketë që aty aj. Se trunën e ka, një ndërë më në leviz, mësë mëj dyja, të se dyja të leviz, po më që nuk gëzën, sepse i ka thikam të i ka në gipse, ose o bëha para se nuk gëzën me leviz, ose raset të ndryshme që dimi një. Vazhdan autori thot, o nijetu fardun fit tayammumi mustahabbatun fil wudu. Kjo është sipas Hanefive. Nijeti është farz në tejmum. Pra për kushteve të tejmumit është edhe nijet me bë. Përderisa pa thot një abdes është mustahab e preferuar. Mustahab e preferuar. Anëpse 3 mëdhëbet e tjera kanë, edhe këto kanë vajib, nijetin për abdes. Hanefit e kanë mustahab, është e njohur mëdhëb. Kanë thonë ujë vetë ti u pastron, vetë ti u pastron. Dhe unë nuk pastron. Përkundra se dhe u të njollos, të plëhnos, dhe u me njet shëndrojët pastërti në aspektin kuptimor. Ujë në aspektin real pastron. Dhe unë nuk të pastron në aspektin real. Por në aspektin kuptimor. Dhe këtë lehtësim për të madhit Allah në ka dhënë Zoti si mundësi dhe lehtësim dhe alternativë në mungesë të ujit apo të pa mundësisë së përdorimit të ujit e raste tjera që të sekën më herët. Andaj ka nevojë domosdoshmërisht për njet. Dhe njeti është për kushteve, për shtyllave, për të tejmumit, për ata të është farz, nuk bën pa njet në tejmum. Pastaj vazhdon e thotë, gjërat të cilat e prishin tejmumin. Çka e prish tejmumin? Wa yanqudu tayammuma kullu shay'in yanqudu al-wudu'a. Tejmumin e prish çdo gjë që e prish abdestin. Mirë. وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله. Por gjithashtu e prish edhe mundësia e përdorimit të ujit. Tejmumin e prish çdo gjë që e prish abdesin dhe dhënia mundësisë apo i vjen mundësia për me përdor ujin. Si fjala vjen kë bëhet gati marrë tejmum, hini djalit e shtëpia ose reja ose nipi vogël, tash ai jep abdest. Por ky mendoj që nuk po vjen, e kësë nqohet, është i paralizuar, o bë gati marrë tejmum. Por erdhe, e qej Zoti. Dhe thot, a birbir erdhe po, jepi plakut, jepi babës abdest. Pra herë mundësia, me përdorujnë, ose aframa dhe ujë të ngatë se në marrë vetë abdest, veç aframa dhe ujë të ngatë se s'më qohën e me marrë abdes, ose nuk ka pas ujë, por erë dikush me ujë, dhe tash jepet mundësia me përdor, ose pa të frikë me përdor ujë, pa të frikë qoftë nga ana shëndetit se po smuhet, s'ka pas me që me nëzit, tash ka mundësi, ose pa të frikë me përdor ujë nga armiku. Imagjina, jeton në një shtëpi që kanë jetu njerëzit, në përdo në shpit vetë, por ujtë e ka në fund bënarit atje poshtë, apo në prrua, apo në krua, kalën e falumi aty. Dhe njerëzit që kanë marrë ujë për ditë. Do më shko marrë ujë për më pastru qoftë, në saban, namazë, qoftë, në dreke, qoftë, atje ujqë. Ka rëzit, pa nuk e zemë do në marrë ujë. Koha namazët kalën. Ose, mafijat, kaçak, luft, nuk e zemë shko. Për armikut. Evitohet rreziku. Ju prish tejmumi. Evitohet rreziku. Ju largu rreziku. Ju prish tejmumi. Pra, herë mundësia me marrë ujë, ju prish tejmumi. Tejmumin e prish, çdo gjë që e prish abdestin, tani do të më përsërit pra, nëse veç prap s'kime që me marrë abdest, sigur se që e përsërit abdestin, përsërit tejmumin, por këtë e prish edhe dhënia mundësisë me përdor ujin. ولا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطاهر.
nuk lejohet marrja taimum vetëm se mes se që të dhejun ose të pastërt, jo me të ndytë. Por, edhe atje me ujë të pastër do të me marrë abdes. Edhe këtu me dhejë të pastër me marrë abdes. Mirë po, prej dallimeve që janë, atje të dhejë të ujë, mërë një njeri ujë me abdes me qëta ujë, një njeri. Ata në bëhet ujë përdorur, dhe s'ka drejt me marrë më tjetëri. Këtu me qatë sipërfaqe të dhejët, me qatë tullë, marrën të imam 20 vet, 50 vet, marrën të imam sa dojnë. Se nuk bëhet i përdorur. Se kurse atë ujë që bëhet i përdorur, kur e përdor një individ, këtu jo. Pastaj thot, ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ به وصلى وإلا تيمم. Është e preferuar I jo obliguar, po është mirë I jo detyrimisht. Ai që nuk ka ujë, pra ai që nuk ka ujë, kalon te tejmumi, mirë. Mos mungut me kalu te tejmumi, por nëse shpreson kë, thot nashta deri në fund kohës namazit, tash hini namazit, do të më numë, hini koha namazit, do të më numë fal namazin. Po thot ka dalë se 2 orë nuk perëndon dielli. I qinia hini, po 2 orë dielli s'perëndon. Nashta gjoju edhe 2 orë. Jena të hedhë shkretin, ashtë të hasu në I pës dikon, në I bonara, në I lëma dikon. Andaj pa pres, peshtyme edhe pak. Po të është e preferuar. Është e preferuar. Me shty deri në fund kohës. Gjeti uj, mërë të abdes. Gjeti uj, mërë të më. Me gjithate, nëse veç mërë abdes në fillim të kohës, kur I ka plotësu kushtet për të mo. E pastaj, mranët e se kohë, gjenë uj, e jipet mundësien për dorujnë, nuk e ka problem me preserit. I lijohet me marrë abdes. E të I më në fillim. Kaq. Pra, e hini kohë e qinis, nuk ka mundësi për dorujt, s'ka uj, onë e marrë të mo. Se kam për detyrë me pritë. Mas për hasë nuk I tiko. Nëse pres, është më mirë, mos pa gjë, nëse me shpresë, nëse kam I mëtë. S'kam I mëtë. Marrë abdes, marrë taimum dhe vazhde rrugën. Edhe nëse me apet mundësien për dorujnë më, o kryja mesele. ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. Me qatë taimum ka të drejtë me falë sot të dënë, farza nafile. Si me një abdest. Se abdesti. Falë sabah, drejki, qinia, këshëm nëse ka mundësi, falë natën e ditën e nafile, që ka të dënë? Që është ka të drejtë me një namaz me falë shumë namaz, me një abdest me falë shumë namazë, po ashtu edhe me një taimum falë shumë namazë, farza apo nafile. ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فأخاف أن يشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي. وكذلك إذا حضر العيد فخاف أن يشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيدين فإنه يتيمم ويصلي. Pësek rastet kur përjashtohet për këtij rregulli, rastet që përjashtohet për këtij rregulli. Për marrë taimum, dohet me qenë mungesa e ujit ose pa mundësia me përdor ujin. Mirë. Pa ka raste përjashtuese, kur uj ka për prap ty me gjithatë të lejohet të marrë taimum, thot po lejohet me marrë taimum njëri I cili është I shëndosh dhe mundem përdor ujit, nëse është qoftë edhe në qytet, në namazën e gjenazës. Në namazën e gjenazës. Nëse prezanton të vorë diko, dhe në të falë gjenazën, dhe po thot kujdestar është dikush tjetër, jo të se me kanë të thu pritni, dhe s'ka ma vdes dhe të marë, ti je zë qpia aty, I hyti ka vdekur, ti menagjon aty, e që të kanë dërë me falë namaz, thu pritni e caktën kohën kur mu falë, dhe ata tjerë të ngojnë, sepse ata dhe të respektu ty. Andaj nuk ja rësujën taimum me kalu, por nëse ti veç je gjemat, veç gjemat je, pa dëmë në nëzonë sevapin e gjenazës. Me marrë avdes, tik gjenazë ka 4 tekbire, shka ja e punë.
1 minutë 2 kry. Këtë rast lejohet me tejmum. Rasti I parë, dhe rasti I dytë njëjtë gjë për namazin e Bajramit. Nëse ke frikë, ke rri vënë në Bajram, ke rri vënë, edhe kur të afrosh me falë Bajramin, veç pëqohen me bo safa, me hi imami, me orë tekbir, falë sabahun, ty të kujtohet s'ki avdes, dhe dhe të më shkojnë marrë avdes dikun. Dhe të mërësh avdes, 2 rekate të sabahit shkojnë, dhe të edhe në këtë rast lejohet me marrë tejmum. Ani pse hujt është. Kanë thonë, sepse këtu dyja nuk kanë zavendësim. Nuk falet gjenazë kur du shtej, që nëherë shkoj, ja falë me gjemat, e falë vetë, mëse ja fshja falë gjenazën, letë meselje. Ja kanë falë musliman gjenazën, kryja punë. Ose falë një Bajramën e vetë masanej, nuk e falë vetë Bajramën të masanej. Ti mund është me hore me pi masanej, për Bajramën, për me falë në Bajramën nuk mund e falë masanej, Bajramën nuk falet, vetën, se në falë ti. E falë musliman Bajramin, shkaj që e Bajram, inshallah ki I hymërin he Bajramin tjetër, që të nëzane, I je pa abdes, mund është me marrë abdes, mund është me marrë tejmum. Tamam, këtu 2 raste. Por, ashtë është për gjuma, anë pëse gjumaja, Bajramin kallablakin me gjumat, namaz gjenaz me gjumat, namaz Bajram me gjumat, namaz gjumas me gjumat, ashtë njëj për ata, thëtë. نواجدم وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكن يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى ظهر 4 por nuk qëndron kështu me gjuma. Andaj, ai cili ka frikë se nëse merr avdes mirë thash, nëse merr avdes I ik gjumaja. Ai nuk zënë marrë tejmum, por vazhdon të marrë abdes. Edhe nëse ik gjumaja, andaj thët, nëse zënë gjumon, e falë. Po nëse ik gjumaja, e falë dreken, 4 rekate. Kaq. O pëzëllu gjumaja, shkaj. S'mujti me zonë kur që, s'ngarë kësë zote për te mundësisë. E falë dreken, 4 rekate. وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة. Po kështu është edhe me 5 kohët namaz. Po kështu është edhe me 5 kohët namaz që kemi ne për obligim. Nëse ka frikë se po ik namazin, nëse merr angazhot marrë avdes, dhe që marrë tejmum shpejt. Po tejmum merr ma shpejt, I merr pas lejohet. Po nëse marrë avdes mi koha, leti koha, ki mu angazhu me avdes, me marrë avdes, I koha, falë kaza. Ma thjesht, ma konkret, që është vënë për sabah, që ke ma shumë të ndodhën sabah. Ka nevoj robi më bo gusën në pastru, tejmum është zavendësimi guslet edhe zavendësimi avdestit. Ka nevoj robi më pastru. Pa thonë pastru sepse do të kohë me madhe. Po qoftë edhe për avdes, po do të më shku marrë rujtë e bënari poshtë atje se ka harru me lanë të shpija, ose do të më shku ma larë dikone ose raset e ndryshme. Dhe kjo koha picki ik, leti koha. Po do të më bënë më pastru gusele me marrë rujtë e me nëzhe, pa kata uje dhe të lahna dhe I shkon një kohë 10 minuta, 15 sabahit të le djeli, le të linë djeli, ti angazho me këtë proces. Me rëhujin, nëzheje hujin, pastrau lau, lejti djeli, le të linë djeli. Ti nuk jetë të flajtë të nej, ti jetë të ecë drejt falës namazit. Pësë më kërkë zote ma shumë, së më dëllgjume me heret, unë dëllgjume tani, unë pa angazhona me akëri zote të më borqin. Unë I badet jam. Andaj, marrë uj, nëzhej ujt, atë sa mu je dëraj, e pastrohna, ose shkej poshtë bënare, e marrë ujin, e marrë avdes, pas kalu koha, le të kalon, e falon, namazin. Pra nuk ka të drejt, nga frika se po tik namazi, me marrë tejmum. Nuk ka të drejt, nga frika se po tik gjumaja, me marrë tejmum. Po nëse tik nga frika po tik Bajrami,
ka të drejtë me marrë taimum. Por nga frika se po ti namaz xhenazës, nëse është kujdestar dikush tjetër, ka të drejtë me marrë taimum. Edhe pelezojmë, ta përfundojmë se shpejt është fjalit që kanë metur. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعيد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله وقال أبو يوسف يعيدها. Udhëtari nëse harran që ka ujë me vete, një ratë tu harran, një kanë harran që ka buk me vete, lëp diku në restoran, s'ka. E bën jetë që ashtu kështu bukën e ka pas me rana me vete, ka dhënë gruaja nana, ku më marrë të menaj. Edhe kështë të ujë, thotë, ka harrujt ai që ka, e ka ujë të ka me vete, ka harrujt që ka ujë, dhe mërë taimum. E tash ka me bake, pa thotë, mërë taimum falet. E pas taj kujtohet që ka ujë, mrana qasaj kohë, hales ka marrë taimum për i qeni, ujët e ka pas përse ka ditë që ka, ju kujtu mrana kësaj kohë që ka ujën atë për tash e ranë men, për thotë nuk e përsërit namazin, si mbas Ebu Hanifes edhe Muhamedit. Ndërsa Ebu Yusuf ka thënë një e përsërit me rabdes edhe përsërit. وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربهما أن يطلب الماء فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه. Nëse njëri është duke ecur dikon dhe sipas njohurive që ka ai, ujë nuk ka kërkon këto. Në këtë rast, nuk ka obligim me lyp, se këpëtin që s'ka. Nuk ka obligim me lyp, me kërko. Por, nëse mendon se dikun ka ujë, afër dhe me pas të kuj, që këtë dhja masaj kodra, ma që sa e që të, soj këtë dhe me pas dikon, dhe me pas. Jemi sigurt, i bindu që dhe me pas ujë dikun këto. Në këtë rast, kënë vëzën marë të me pa lyp ujtë. Dhe të me lyp. Herën e parë, thët, jemi sigurt s'ka kërkon, s'ka ujë këtu kërkon. Po, hajtë se për lypi, mune për lypa, bërë se ka. Rase tjetër kërë është e kundër të asajna, këmë ndonë se ka ujë dikon, por kësë për shahela. Këtu dohet me lyp ujtë, nuk zënë me marë të mëm, pa lyp ujtë. Dhe fundit, fjalia fundit, وإن كان مع رفيقه ما طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه يتيمم وصلى. Nëse ujë nuk ka, por ka shok i tina ujë. Janë udhëtar, ai tjetër ka ujë, por kën nuk ka ujë. Këtë do të me lypi i tina ujë. Nëse jep, merë. Nëse nuk i jep, falet. Merë të më me falet, mirë. Po më bo me thana, jo, tepe a më paguje. Tepe a më paguje. Ta është dolën të një mesele tjetër. Hukmi i blerje si ujit për të më. Për mi këtë i më më rabdes. Me ble ujit. E kam bërqë. Fillimisht të gjithë ulemat islam kanë thanë se nëse ka uj me ble, por të ashet me qmim ekstrem të shtrajt, nuk e ke për obligim me ble ata uj. Mber taimum. E vetëmi Hasan el-Basriju, Allahu e pas më shëruar ka thonë, edhe nëse përderi sa ka ujë me ble, edhe nëse detyrohet kë me shit krejt pasërin që ka bërç me shit, me ble ujt e nuk gëzën me kalu taimum. Kështu është Hasan Basriju, por asë kush tjetër nuk ka thonë. Të tjetër ka thonë, ja, nëse është me qmim ekstrem shtrajt, se ka për obligim me ble. E tani vjen më poshtë. Nëse është me qmim që normal, ka obligim me ble. Po nëse është pak ma shtrajt, tani këtu ka disa variante. Andaj nëse më në përballan e në qmim që përballohet. Le tjetër një fesh e dy fesh, e blenujt. Po nëse është shtrajt ekstrem, se ka për obligim e bleujt, mërë tema. Allahu edin me së miri, wallahu alaikum, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.